Situatë e rrezikshme. Gjërat po shkojnë keq. Ç'më duhen? Askush do të më njoh. A je I sigurt? Sidoqoftë merri për çfarë do lloj rasti. E po, në rregull. Duhet të bësh kujdes. Edhe pse bota mendon se ti ke përfunduar keq me atë që ka ndodhur 2 vite më parë, të gjithë e mbajnë mend mirë fytyrën tënde. Nëse bie në sy, nuk do të mund të nisesh aq lehtë. Në rregull, e mora vesh. Në çantë të kam vënë 500 rresa të ndryshme, ushqime të mjaftueshme për 1000 vakte, shami, piceta dhe peshqir, kruasante dhe ujë për 3 vjet, lugar gjendi, një furçë të re dhe pastë të ëmbësh, krem duarsh, një rezervë 3 vjeçare ilaçi kundër insekteve dhe po ashtu. A nuk mendon se ke tepëruar? Në rregull. Shpresoj që ti t'i gjesh miqtë tu. Po, shumë faleminderit për gjithçka, vajza. Po nuk ka asgjë, të urojmë shumë fat. Donë se në këto vite arqipelagu Sabaudi është bërë një vend shumë I rrezikshëm. E pikërisht është ashtu. Piratët të gjitha llojeve ende lart por gjithmonë dhe marina është në gatishmëri. Prandaj bëj gjithnjë kujdes pas shpina. Në rregull. Tu na ke sa herë të kesh nevojë për ne. Kuxha, do të jenë gjithnjë gati për të ndihmuar. Të lutem Raber, mos e harro kurrë këtë. Edhe tani kam vetëm një nder për të kërkuar. Po ta përsëris, nuk dua të martohem me ty. Nuk është kjo, ama. Dua që të më përshëndesësh duke më thënë lam të mirë. Për mua do të ishte me shumë rëndësi. Jo, as këtë nuk mund ta bëj, sepse lam të mirë si kam thënë kur njeriu. Dhe gjithashtu, unë dua të ritakoj. Tani do të nisem. Shihemi së shpejti. Mirupafshim, vajza. Tha se do të më ritakoj? Pa atëherë kjo është një shprehje dashurie. Unë nuk jam dakord.